Në podcastin e kësaj jave të nderuar dëgjues do të flasim me autorin e librit Roli i qendrave rajonale për aftësim profesional të rinjve në Kosovë, gjendja aktuale dhe perspektiva zotri Gafur Podvorica. Zotri Podvorica, mirë se erdhët dhe faleminderit që ndatë kohën të jeni mysafir i emisionit për një botë më të mirë. Mirë si është gjetëm, s'pare thëmë ndihemi i privilegjuar që jem pjesë e këtij emisioni dhe kam kënaqësinë ndjen që jem në këtë emision tuaj për një botë më të mirë. Faleminderit shumë. Të nderuar dëgjues, zotri Podvorica studimet bazike i ka përfunduar në Universitetin e Prishtinës, Fakulteti Filozofik, Drejtimi, Pedagogji e Përgjithshme, ndërsa studimet e magjistraturës i ka përfunduar në Universitetin e Tetovës, ku ka marrë titullin magjistër i pedagogjisë së përgjithshme. Zotri Podvorica ka një karrierë të gjatë në institucionet shtetërore ashtu edhe shkencore, ku si rjedhoi ka të botuara disa studime dhe raporte hulumtuese që kanë të bëjnë me politikat sociale. Gjithashtu një periudhë kohore ka qenë edhe profesor në Universitetin Humanistika, ndërka që aktualisht mban pozitën e udhëheqësit të divizionit të politikave sociale në Ministrinë e Financave, Punës dhe Transfereve. Zotri Podvorica, do me thënë, ka edhe më tepër në CV-n e tij, por për efekt kohe, unë do të vazhdoj me njëherë dhe të flasim për librin e tij, autor i së cilit është vetë zotri Podvorica. Zotri Podvorica, na thuani për fillim, ju lutem, se cili ishte qëllimi i botimit të këtij libri, që lirisht mund të themi se është libri i parë i kësaj natyre në Republikën e Kosovës. Atëhera falenderit për ftesën edhe një herë, nëse më lejo dhe nëse ka mundësi, unë do të kisha dëshirë të përshëndes familjen time, në veçantë zojen e Bekume, zojen e Zyrie dhe dy vajzat e mia Egzonën dhe Rozafën, natyrisht edhe djalin Yldritin, sepse 2 vjet e fundit ballafaqu me vështirësi shumë të mëdha, të cilët jam godit nga një sëmundje e rëndë që për fat të keq që të na quhet kancer, dhe kur të gjithë edhe profesionistët shëndetësor në Kosovë dhe region kanë ngritur duart lart dhe kanë humbur shpresën për mua, ta kanë qenë vazhdimisht afër meje bashkarisht dhe falë Zotit dhe në doktor Ramadan Jasharit në kryeqytetin e Evropës në Bruksell që më ka ofruar ndihmë, sot ndodhem në këtë studie të mrekullueshme radiove. Sigurisht po mos ishin këta, edhe ky libër do të mbette në gjyq dhe nuk do të shete drita dhe nuk do të ishte në dorë të lexuesve ashtu siç thatë edhe ju. Do me thonë, librin kam filluar bukur një kohë të gjatë të shkruaj për këtë libër, ajo që më ka shtyr më shumti ka qenë se menjëherë pas luftës në disa tryeza apo vizita studimore kom pa që Kosova kurrë nuk ka bën këtë proces. Në vitin, po flas prej vitit 2000 e kam përcjell këtë gjendje dhe nga 27.000 nxënës sa kam përfunduar në atë kohë shkollat e mesme, nuk ka pas për fat keq më herë kam pas si orientim fakultetet. Pas kësaj, përkundër përpjekjeve që janë bërë disa, nëse mund të shkruajmë profesionist larmi të caktuar për me hap diçka, në shkollat profesionale nuk është bërë asgjë dhe krejt të rinin është koncentruar ose përqendruar në kryerjen e fakultetit, ju çka jem dëshmitar të kohës, sepse vite më herët u hapën diku në rreth 29 universitete në Kosovë dhe komplet thashë koncentrimi ishte të kryer secili fakultet. Çka për fat keq mund vje keq, më thonë të kemi prodhuar ndoshta analfabet funksional. Mirë po, kjo edhe ka ndodhur si dukurisë, sepse ndoshta mund të them edhe mungesa e edukimit në bazë në familje, por mos më orientu përkundër dëshirës tyne. Dhe çka kjo ka qenë ai shtytsi ose motor gjenerator kryesor që më ka shtyt të filloj të mendoj për me shumë një libër të tillë. Të pas për bazë dhe të e ditë se në të kalumën
në kalumen kanë ekzistuar shkollat profesionale, të cilat bile kanë pas një emër Universiteti Punëtorëve, disa janë quajtur shkollat natës, disa Universiteti Punëtorëve, dhe aty është kry për shembull kanë kry trajnime, edhe kanë punu të orë punë, po mandej kanë shkuar mas orarit punës edhe kanë punu dhe kanë marrë profesion, thjesht janë afsu për punë, për janë profilizuar për një punë të caktuar. Për profesionet caktuar. Kjo ka qenë një nga arsyet kryesore. Dhe kam fillu, thash, librin, kom bërë shumë analiza studimore në këtë drejtim, po thuj se askuj dej vor nuk i ronë të mend të hapë një shkollë tillë. Po thuj se askuj. Mirë, po në kuadrat Ministrisë Punës, Ministrisë Sociale këtu u formun, qendra fillun krijimi ose formimi i qendra në bashkëpunim me Komisionin Evropian, u krijuan disa qendra të aftësime profesionale, por për fat keq mungesa informimit, sensibilizimit, disi nuk kishte një pjesëmarrje masive, nuk kishte një pjesëmarrje edhe në këto shkolla, po them, mandej Cila ishte arsyeja, ju lutem? Po mungesa e informimit, të sensibilizimit, do thosh edhe edukimit, se është edhe puna është edukim, krejt puna është domethënë me edukim, tu fillu prej bazës, sepse për fat po them, ne jemi mësuar që sajt vajza apo djali apo këtë kryen fakultet ka një punë zyre. Secilit, në më thonë këtu, orientimi ka qenë i secilit prind ose secilit familje, ti drejtoj kjo. Edhe përkundër që nuk ka pas fëmija i tyne në ndonjë afinitet për një fakultet, azo me ekonomika, juridika, çfarë do natyre qoftë, i fushë qoftë, na kemi thjesht, ndoshta kemi insistuar me ngullëm që të regjistrohet bia ose djali dikun në fakultet. Kjo ka qenë. Bas asaj që keni parë në teren, gjithsesi thatë se keni bërë analiza të shumta, pastaj keni shkruajtur edhe domethënë studime hulumtuese, edhe raporte, a bëhet këtu një analizë e tregut në raport me vendet e punës dhe me vendet e profesioneve të ndryshme në fakultete? Shembull ta marrim, sa gjyqtar duhen, sa ndoshta avokat duhen, ose ekonomist me ato degët e tyre, hajde ta marrim për një 10 vjeçar që të prodhohen profilet e tilla për tregun e punës, apo nuk bëhet fare një analizë? Si e keni parë ju këtë? Të drejtën, shumë skeptik se është bërë diçka në këtë drejtim, do një analizë e thokt, dhe në nevojat dhe kërkesat e tregut punës që përmendët ju në fakultete, unë jam shumë skeptik, të paktën unë nuk jam informuar, përkundër nuk jam informuar se është bëhet një analizë. Jemi fill kaq kohë na vjen kaq jurista, kaq ekonomista, kaq sociolog, pedagogë, profesione të tjera. Unë mora vetëm këto dy. Të paktën unë nuk kam një uri, domethënë që kemi një strategji afatgjate, nëse mund të se strategji afatshkurtë, strategji afatmesme nuk di, ka diçka, po strategji afatgjate të paktën nuk kam informata që ka diçka. Po me atë që tani po shihni, të rinjt sa po munden ta gjejnë veten në tregun e punës bazuar në aftësimet profesionale që marrin në qendrat e aftësimit në vendin tonë? Këtu deshta të them, shumë të ri, për shembull, kanë përfunduar studimet edhe master, dhe kur kur janë informuar se ekzistojnë në shkollat profesionale, ju kanë kthy, domethënë nga masteri kanë kalu tash në kthy dhe kanë kryer shkollat profesionale, disa prej tyre që më njerë ju ka kriju mundësia të punësimi. Kemi edhe si rast, domethënë, ndoshta është e pabesueshme, po prej masterit ka kalu në një profil të profesionit, për shembull ta elektricist apo tujësist apo profileve të ndryshme, s'ka mundësia ju ka kriju shumë më shpejt me orë të vendi punës dhe të ardhnat më të mira ka realizu.
Po. Përveç, domethënë elektricist, hidraulik, a ka fusha tjera që mund të 32 fusha për shembull aktualisht, përpara në të kaluarën kanë qenë, po tash me zhvillimin e teknologjisë për shembull, kërkesat më e kemi në IT, për digitalizimi këtu, edhe këtu krejt edhe këtu organizohen kuadër të qendra aftësime profesionale në Kosovë. Këtu 7 qendra të cilat unë i kum cek. Tani, ju lutem, na tregoni pak se si mendoni të vazhdoni me librin. Është një libër që ndoshta mund të hyjë në punë edhe nxënësve të arsimit Profesional. të mesëm, të ulët, tani që po quhet shkollës fillore, pastaj nxënësve që pretendojnë të regjistrojnë ose një fakultet ose të drejtohen qendrave profesionale. Si e keni menduar, a do duhej që ky libër të futej në kuadër të kurikulave shkollore? Ju e përmendë se është një libër i parë në Kosovë, po që është e vërtet, mund të thëmë në Kosovë dhe në region Maqedoni dhe në Shqipëri nuk has një libër të tillë, me këtë problematikë që ka shtuar apo që është marrë dikush me këto studime. Unë mendoj se ky libër do të ishte në funksion të shkollave profesionale, që tash ato dikun prej klasës 10. Prej klasës 10 me sa e diun, do të shërbente klasës 10, 11 edhe 12, dhe natyrisht tendenca është që të hapen edhe shkollat larta apo fakultetet të aspektit të drejtimeve profesionale. Do të ishte shumë në interes të hapen, kjo është thjesht interesi im dhe natyrisht gjithsesi në vitin 2026 po mduket është plani strategjik kombëtar për kurrikulat, plotësim ndryshimet, dhe do të ishte interes dhe i Ministrisë së Arsimit dhe i të gjithëve si shoqëri që të futet si lëndë në shkollat profesionale ky libër. Tani aty tek libri i juaj, nëse s'gaboj tek kapitulli 3, këtu do të më përmirësoni, hasa edhe tek një fjali, domethënë ku flitej për robotikën. Sot jemi dëshmitar të asaj që po shohim çdo ditë më tepër të përdoret kjo inteligjenca artificiale. Sipas mendimit tuaj edhe gjithmonë sipas asaj që keni hulumtuar, sa e pengon inteligjenca artificiale apo teknologjia informative një të ri që të gjej një vend pune. Tani po shohim se kjo inteligjenca artificiale po zëvendëson gjithçka. A ka rrezik në këtë drejtim? Po në krahas kësaj që thatë ju, na do të bëjmë përpjekje që unë nuk parashoj ndonjë rrezik në të ardhmen, sepse bota po shkon gjithmonë duke u digitalizuar sa më shumë, dhe nuk parashoj robotizmi që do të thjesht do të vjen një mundësi që të humben vendet e punës, apo do të vjen vlera e shkollave arsimit ose shkollave profesionale. Nuk mendoj në këtë drejtim, por sado që po them po avancohet teknologjia, shkolla e teknologjisë po avancohet, unë nuk shoh domethënë që do të ketë ndonjë pengesë serioze afatgjate. Studimet që vetëm i keni bërë, pastaj i keni botuar, thash edhe më herët, qoftë raporte, qoftë studime, cilat kanë qenë rezultatet? A ka pas rezultate, domethënë, të themi zhgënjyse, apo ka pas rezultate që vërtet na bëjnë të mendojmë pozitivisht për një të ardhme këtu në vendin tonë? E them këtë sepse çdo ditë më tepër të rinjët, unë personalisht i takoj që sikur e kanë bërë copy-paste, si thuhet një fjalë, në Kosovë s'ka asgjë. Nga ana tjetër, unë po them nuk mendoj se Kosova është vend që nuk ofron bash asgjë. Si do ta komentonit ju këtë mendim të rinjëve bazuar edhe në hulumtimet që keni bërë? Jo, unë mund vje keq që këta që
çdo ditë në për kafeteritë e Kosovës në dëgjojmë këto, nuk ka perspektivë, nuk ka ardhmëri, nuk ka punë, nuk ka që ndëgjojmë këtë fjalë, sepse bashkë në Kosovë ka perspektivë. E shoh perspektivën edhe te arsimi profesional, edhe te arsimi thënë se ka punë të mjaftueshme, po thjesht në një segmente komplent se do të bëjmë një fushatë sensibilizuese më tepër në vetësimin e gjeneratave të reja. Natyrisht kjo është krejt edukat, që po them edhe të edukojmë, që nga baza familja, domethënë, sepse unë jam shumë i bindur që perspektivë më ndritur se në Kosovë të rritë tonë nuk kanë me pas kërkun. Do të harrojnë për arsye se kur po shkojnë, unë njoft shumë, dhe ta ka pas ka edhe profesor që kanë fillu punën këtu, mandej kanë shkuar për një jetë më të mirë në Gjermani apo në Perëndim, dhe janë rikthy dhe konkretisht njërin të cilin unë e njoh mirë, që kam kojësi, domethënë edhe është kthyer tash punon me ta zo ka hap fabrikën e dyrëve detale plastike dhe punon thotë shumë ku gabu që kam shkuar, kam hub 3-4 vjet nëpër Gjermani, kam bredh poshtë përpjet, për arsye se këtu që ka fitimi më i mirë dhe më shumë. Edhe gjithsesi në vendin tonë. Gjithsesi në vendin tonë. Kështu që u them unë inkurajoj të rit, dhe ndoshta kjo është arsye që përmendëm edhe shkasi kryesor që mundu me bëu për gjeneratët e reja diçka. Po e shoh kohëve të fundit, ka fillu një vedisim. Ka fillu një vedisim të trit, sepse për fat të kesh, kur kanë shku atje për shembull edhe nuk kanë kërku një certifikat apo diplom për shembull të shkollës profesionale, nuk e ka pas. Po edhe këtu është bërë një gabim, po them këto mungesa krejt këtyne, sepse i riun nëse kryen aftësimin profesional, nëse e ka për shembull një profesion të caktuar ta zonë këtë kuzhinier. Nëse do të ketë një diplom, jo por me shku që është marrin për shembull kuzhinier, hajde puno kuzhinier, ndim kuzhinier dhe nuk ka kurrë një dëshmi apo një certifikat që më të vërtet ka qenë të paktën në periudhë një kurs apo një shkollë 3 mujore të paktën, apo 6 muaj sa organizohen, apo një shkollë edhe ma të gjatë kështu, kërkon nuk e ki, nuk e ka një certifikat, ata vujnë, kjo ka qenë ndoshta një arsye të më kujtohet në 2007-2008, më është drejtu një i afërm dhe ka kërku të qysh muj me bo në aftësimin profesional në lamit caktuar me marrë thot një certifikat dikun. Dhe unë tash nuk di përveç shkolla profesionale që do të rikthehesh këtu, 6 muaj shkojsh edhe atë vetëm sa kishim fillu. Vetëm sa kishim fillu për fat. Kjo ishte arsye, nuk më kjo që dhe po më drejtohet që nuk më me lëm punën, po nëse kish pas mundësi në format komunikimit, për shembull me nga distanca. Po, pa qenë prezent. Prezent. Mirë, po për fat kesh nuk ka. Dhe kjo është më tepër është punë praktike. Po. Ma pak ka te profesionet, për shembull te shkollat profesionale, ma pak ka teori. Aty lypet punë praktike konkrete, thjesht. Po. Këtu. Dhe po them për fat mirë, është kriju një bindje, ka fillu të vedisohet rinia, se këtu ma afër dhe ma mirë. Gjithsesi. Si bëhet përcaktimi i profileve, do të thonë, nëse të rinjt vinë edhe kërkojnë të profilizohen në një fushë të caktuar, a bëhet, ka ndonjë komision që ndoshta i vlerëson, apo thjesht vjen me një dëshirë edhe vazhdon në atë drejtim? Nuk ka ndonjë kriter, po unë personalisht jam i thari asaj, sepse nëse ka vullnet ose dëshirë të ketë një profesion të azom një agjistator në këtë rast, i cili ka paguhet shumë mirë edhe në Perëndim edhe këtu, ose një profesion tjetër, do me thonë ai drejtohet dhe orientohet drejt, do me thonë bazë vullnetit i, dëshirës edhe ai çka ka motivu për me qenë, do me thonë, tonë jetën ose tonë jetën e vetë, ka me qenë atë profil ose atë profesion, nuk ka ndonjë kriter. Kriteret mund tjetë masanej të vlerësimi. Kriteret mund tjetë të vlerësimi për shkak se sa ka arrit, sa ka nxënë një ori dituri gjatë përcjelljes së mësimit apo ligjëratave ose trajnimeve, edhe ajo ndonjë kriteret për shkak në certifikat apo në diplom kur ti dhurohet. Apo ndryshe do të ishte edhe gabim, sepse thon thjesht na do t'i lojmë
do të kushtimisht se ndoshta unë jam nganjëherë bëmi prind të këqit, thëmë kështu, për arsye se ja imponojmë profesionin jetësor fëmijëve tonë. Unë nuk e mohoj një fakt se unë konkretisht unë vajzës time ja kum mohu cila ka dash një profesion tjetër, më kupton shkoj një tjetër. Dhe mu mbren dërzgjegjja sot asoj dite pse nuk e kum lënë unë nuk e kum lënë ta zonë shkenca politike ka dash me shkuaj unë dhe unë jam kon kategorik mos me shku në shkenca politike, por do të shkoj në një profesion tjetër. Që është më i arsyeshëm, më i lëvërdishëm që edhe për femna. Kjo unë nuk besoj, po zgjidhja është, do me thonë zgjidhjen e bojnë vetë, sigurisht, dhe duhet ta bojnë vetë. Duhet instituat vetë, s'ka ka, thash, çfarë afiniteti, çfarë detimi, çfarë zgjuar ka ai fëmijë. Po, do me thonë për çka dhe shpreh më tepër interesim për profesionin që e zgjidh. Zotri Podvorica, po më intereson këtu edhe diçka. Gjithmonë po bazohem tek ligji për aftësim, riaftësim profesional dhe punësim të personave me aftësi të kufizuara. A ka profesione apo a ka profile që i ofrohen edhe personave me aftësi të kufizuara, natyrisht me atë që shihni tek divizioni juaj, a ka të interesuar nga ky komunitet që dëshirojnë që të marrin një, domethënë, shkollë profesionale? Po. Ka edhe të atil, ka që kom hasë në për kompanit ndryshme të punu, ka, gjithsesi ka, për shembull e di që ka në zdrukthari, ka në profilet ndryshme. Nuk më të që s'ka se ka të interesuar. Edhe personat me aftësi të veçanta, të fusha sana, ka të interesuar. Po sa kemi bo si shoqëri, si shtet, mund në ndoj se nuk kemi bo mjaft. Nuk kemi bo mjaft, po do të thjesht ma tepër edhe të inkurajojmë edhe na si shoqëri të jemi ma të vëmendshëm ndaj këtij entiteti. Po, komuniteti po. Do me thënë, sipas asaj që tani më vetëm evidentohet ndoshta në tek zyrat e punësimit, a është rritur numri i të punësuarve në sajet të shkollave profesionale? Edhe njëherë lutem. Në sajet të asaj që shenë, do më thonë tek punësimi i të rinjëve, sigurisht tek zyrat e punësimit, gjenden rezultatet se sa janë të punësuar. A është rritur numri i të rinjëve që është punësuar në sajet të shkollave profesionale që marrin në qendrat regionale? Po këto zakonisht e ka azicioni statistikave dhe kanë zyrat e punësimit si shtatë edhe ju, statistikat e përgjithshme. Mirë, po këto statistika unë nuk mund t'ju besoj, arsyeja pse nuk mund t'ju besoj se kemi prapë në kuptimin që punojnë kemi informalitet ende, për fatkes, dhe nuk e din tash të zyrat e punësimit, nuk din se unë punoj për shembull atje montoj mobilja, i tjetri agjistatora i profesionist tjetër një lami caktume, që janë 32 lami tash që shkollat profesionale që ofrojnë, dhe unë mendoj se është në ramje. Unë mendoj numri të punësuarve sa është në statistika, nuk është i saktë, unë mendoj se ka ma tepër të punësuar dhe interesimi është gjithnjë më i madh tash. A keni ndonjë situatë gjatë punës suaj që edhe sot ndoshta e kujtoni, qoftë që ka ardhi dikush të kërkojë ndonjë profil domethënë të caktuar, qoftë mbasi që ka përfunduar edhe thjesht keni pas ndonjë takim, ju ka befasuar, a ka diçka të tillë që ndoshta do të dëshironi ta ndani me publikun? Që nuk kemi mund të ofrojmë domethënë. Jo, që keni ofruar, por që ata kanë qenë të kënaqur edhe juve ju ka befasuar takimi me ndonjë të ri, thjesht ndonjë situatë që ju ka ngelur edhe sot në mendje. Po unë kam një rast nga Farizaj, i cili është për shembull
magjistre i shkenca politike. Dhe nuk ka mund të inkuadrohet kërkun në për institucionet, se këtë mendjen e kemi ne për fat të institucionet e gjëmë si burim, edhe është ardhës konsultu dytje, kur i këmë thonë për shambë e në parë kur kemi komuniku me to, qka jo ashtu, jo kështu, edhe ja këmë të rejë vretin. Nuk banë të në qëmani shkollat profesionale. Mas një kohë, mas 3 muaj është ardhë, qka po më preferon, për shambë ti. Dhe në IT ka shku. Po sot ka jesë është avansua ideal, edhe është avansu. Shumë është avansu. Më thonë ka shku ka romë një rang më të ullë të shkollimit, mirë po në kuptimin edhe të punësimi, edhe të përfitimet materiale financiare, dhe më thonë është avansu dhe është shumë minjës ndaj mejaj. Kjo është vërtet e... Shumë është minjës, kam edhe raste tjera, po një, ato të thëmë që këm pas mas vështiri, ta ndaj me ta, sepse nuk kuptoj që nuk mëjke me marë... Ska mund me u bindë, me u bindë, me marë, me mendë, qysh unë magjistre shkenca politike, dhe kam një notë mesatare, dikun e ka pas mbi lanë, duket që aty dikun, edhe qysh po më thuti kështu. Të profilizohëm një qka tjetër. Hajde, apo do me thjesht të... do në me kriju familje, me pas starna, me kriju tyra, në ato, qysh, po shumë po pënsone, s'ka mund të mbajt fundit, unë edhe shpesh që ato, s'ka mund të bënë në për institucione 4-500 euro me prit një pagë mujore. Po. Unë i inkurajë gjeneratet e reja, po thëmë, edhe kërkesa jame e vazhdueshme është që jo vetëm 7 qendra regionale që kemë, po çdo komunë të ketë, çdo komunë qendrën e aftësime profesionale, çdo komunë. Thjesht dhe si që në bojnë të kalumen, të bojmë edhe Ministria Arsimit, edhe faktorët relevant tjetër të Republikës Kosovës, të bojnë një fushat sensibilizuse besoni do të ndikojnë, unë të pak të nuk guxoj të jap shifra për qindje, sepse nuk qëndroj mirë me statistika, besoni që edhe thjesht do të bjen edhe numrit të ikurve, nëse mund shprejmë shtu nga Kosova të Kosova. Po, çdo njëri prej nesh, do më thënë çdo familje e Kosovës, pa dyshim se e ka dikë që jeton në shtetet e jashtme, Zvicër, Gjermani, Angli e tjera. Jemi të shmitar të asaj, zotëri Podvorica, që atje shkollat profesionale, si që quajnë ata zanatet, dhe më thonë, janë shumë të shpeshta. A mendoni se, dhe më thonë, tani politikë bërqit, po thjesht ata na e rregullojnë jetën, do duhet ta marrin një model nga atje edhe ta sjellin edhe në vendin tonë që ndoshta fëmijët prej klasës 7-8 ta marrin një vendim se thjesht duan të profilizohen në një profesion, apo ata që duan të shkojnë në fakultete vërtet të korin suksese, jo si që thatë edhe jo pak më heret të prodhohen analfabet funksional. Në sistemin e perëndimit unë me sa e kuptoj, me sa e di, kam informata, dhe me thonë, atje që nga klasa 8, dhe i profilizojnë atje. I profilizojnë, do me thonë. Rast konkret, unë e kam për shembull një tafën familjes, kur në Gjermani, në Berlin, për shembull është kam profilizu në profesionin e berberit. Po. Dhe ai shumë është i kënaqur, thot më zgjedh që e kam prit. Sepse është i levërdeshëm ky profesion. Shumë i le. Dhe na, s'ka mund të si shoshi, dhe kjo, thash, arsye që marrë me gjithë këto studime, për të nxjerrë këtë libër dhe që do t'ju shërbej, mundësit i kem reale, kapacitete kem, të gjitha i posedojmë, si shoshni, po thash, do të, edhe si familje, thjesht bëjmë përpjekjen në vendisimin dhe sensibilizimin e tyre, si shtatë edhe ju dikun ka klasa 7-8 të orientohen në profesione të caktume. Unë e përmenda më herët se një nxans apo një i ri që nuk ka afinitet, ti nuk mund me bëj jurist me zor apo me një ekonomist. Po. Ai ka afinitet jetë
mekanika, një kamarjera, një agjistatora, po një lami caktuar tjetër, muratora, ujësjelsa, po diçka me elektrik atje, dhe pse mos t'i ipet mundësia. E jo në të thëmë, jo, djali jam, unë jam këto, dhe djali jam të me punu, këto s'ban ashtu, mirë, po ajo është i dështum, ajo është i prirë me dështu që në start, edhe si prind edhe si i ri. Kështu që mundësit janë reale, nëse edhe besoj që kanë fillu thash vedisimi edhe besoj që edhe institucionet e kanë kuptu, edhe unë shumë jam optimist që kjo do të ndodhë, në vitet në vijim. Po, në të ardhmen, tani s'ka shumë kohë që libri u botua, normalisht tani doni ta shijoni pak të sukses e gjitha, por në të ardhmen mendoni që ta plotësoni edhe më tepër këtë libër apo do të vini me diçka të re? Gjithsesi, unë e përmenda që kjo vetëm një fillim, dhe nuk ka kur gjë të përkryjmë diçka kum fillu. Dhe kërkoj mbështetjen edhe ndihmën e gjithëve ata që jemi një grup punues të bëjmë diçka në këtë drejtim. Thash vetëm një fillim është një shkëndijë është dhezë në kuptimin se mund të shprehem kështu, edhe aq sofron mundësi se kur gjë punë të përkryjme nuk kemi sot. Unë jam optimist këtë drejtim në bazë të biseda, komunikime të vazhdueshme që kam edhe në teren, edhe me njerëz, edhe unë jam shumë optimist që me të vërtet edhe do të ndikohet në zbutjen e papunësisë gjeneratave të reja në Kosovë dhe edhe evitimin nga për të shkuar në mërgim. Për të larguar nga vendi. Nga vendi nga Kosovë. Faleminderit shumë. Ju lutem, faleminderit nga sjellja juaj, faleminderit nga ju.